Shqipëria po hyn në një epokë ku lufta për ujin mund të bëhet betejë më e madhe e dekadave të ardhshme. Paralajmërimet e shkencëtarëve janë alarmante. Lumenjt po humbin forcën, toka po thahet dhe ekosistemet po shkojnë drejt një pike kritike. Studimet më të fundit tregojnë se deri në vitin 2050 prurjet minimale të lumenjve si vjosa dhe shushica mund të bien me mbi 30%. Kjo do të thotë më pak ujë për natyrën, për bujqësinë dhe për jetën që varet nga këto lumenj, ndërsa temperaturat rriten dhe rreshjet ndryshojnë, të cilat pritet të bëhen më të gjata dhe më agresive. Ky studim ka përdorur për herë të parë metodën e potencialit të erozionit në basenin e Vjosës për vlerësimin e ndikimit të ndryshimeve klimatike në degradimin e tokës. Rezultatet tregojnë se në të dy skenarët klimatik parashikohet rritje e materialit të gërryer, duke shtuar rrezikun e erozionit dhe transportit të sedimenteve në lumenj. Ky proces mund të ndikojë në prurjet e ujit, produktivitetin bujqësor dhe rrezikun e përmbytjeve. Ekspertët paralajmërojnë se nëse mungon më shumë se 30% e rrjedhës natyrore, ekosistemi hyn në zonë rreziku. Pasojat nuk ndalen vetëm tek natyra. Mungesa e ujit kërcënon drejt për drejt sektor të rëndësishëm si bujqësia, peshkimi, me një impakt negativ për jetesën e mira familjeve. Në të njëjtën kohë, rritja e temperaturave dhe erozioni i tokës pritet të shtojnë përmbytjet, degradimin e tokës dhe humbjen e biodiversitetit.